Miqtë e mi, unë dëgjova me interes mësuesën e nderuar këtu. E garantoj atë dhe të gjithë prindërit e fëmijët se arsimi do të jetë përparësi absolute. Dhe se vendosja arsimit në përparësi absolute, rikthimi i tij në bashkëkohësinë, modernitet, kërkon parazgjithash vendosjen e mësueses dhe mësuesit në pjedestal. Rrogë me të ulët se 1.500 euro mësuesit nuk do të kenë. Jo, shkollat do të jojnë shkallën më të thellë të digitalizimit, paksimin e numrit të nxënësve në 20-25 nxënës të klasë, heqjen e gjitha turneve në shkolla. Shkollat do të jetë një përparësi e madhe që përsëri të marrim rrugën drejt cilësisë, të ngjitemi në majat e cilësisë arsimit, si kushtit gjitha kushteve, që kombi të ketë të ardhmen e tij, të zhvillohet dhe të begatojë. Miqtë e mi, në Valencia unë informova audiencën europiane se në 10 vite nga sipas statistikave të tyre, nga Shqipëria u larguan 1.099.000 shqiptarë vetëm për zonën e Shengenit.